Bashkimi Demokratik për Integrim Dega në Butel pretendon se disa nxënës nuk janë planuar në shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko, me arsyetimin se nuk i përkasin rajonit të shkollës. Sipas BDI-s, në të njëjtën shkollë janë planuar nxënës jashtë rajonit në paralelet maqedonase dhe turke, ndërsa është mbyllur një paralele në gjuhën shqipe. Dita e parë e shkollës duhet të jetë ditë gëzimi, sidomos për fëmijët që këtë vit nisin klasën e parë. Por për disa fëmijë dhe prindër, ky fillim po shndrohet në një zhgënjim dhe shqetësim, për shkak se nuk janë pranuar në shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko, me arsyetimin se nuk i përkasin rajonit të shkollës. Sipas informatave që rrjedhin, informatave jo zyrtare, për disa nxënës është bërë përjashtim, duke u lejuar regjistrimin në paralelet në gjuhën maqedonase dhe turke pa ndonjë ndalesë apo kufizim. Kjo praktikë selektive krijon dyshime të bazuara për diskriminim etnik. Si grup këshilltarësh në komunën e Butelit, sot jemi këtu për të ngritur zërin dhe për të kërkuar trajtim të barabartë për çdo fëmijë. Në këtë shkollë disa prindër kanë fëmijët e tyre më të mëdhenj që ndjekin mësimin, ndërsa fëmijës më të vogël këtë vit shkollor nuk i lejohet të regjistrohet këtu, duke i detyruar prindërit të dërgojnë fëmijët në shkollë tjetër. Ajo që është edhe më shqetësuese sipas informatave është se në shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko është marrë vendim për mbylljen e një paraleleje në gjuhën shqipe, e jo edhe të paraleleve maqedonase, të cilët numërojnë numër shumë të vogël të nxënësve, nga klasa e 2 deri në klasën e 9. Pyetja jonë nga këtu është, pse nuk bëhet bashkimi i paraleleve në një, ashtu siç pretendon Ministresha e Arsimit? Nëse shkohet në bazë të kësaj duhet të mbyllen edhe 8 paralelet maqedone. A në këtë rast po ndodhe kundërta, po mbyllet vetëm paralelja shqipe e jo edhe ato maqedonase. Shkolla fillore Penko numëron mbi 1700 nxënës, prej tyre 90% janë shqiptar. A thua si mund të mbyllet një paralele me numër kaq të madh të shqiptarëve? Sipas të dhënave të fundit edhe të entit shtetëror të statistikave, numri i nxënësve shqiptar në komunën e Butelit është shumic, nga gjithsej 5276 nxënës, nga i cili 2971 nxënës janë shqiptar. Kjo nënkupton se numri i nxënësve shqiptar në komunën e Butelit përbën mbi 56%, që i bie se paralelet shqipe nuk duhet të mbyllen, por të hapen të reja pasi që numri i nxënësve në paralele është i madh. Nuk mund të ketë një standard të dyfisht për një paralele shqipe dhe një standard tjetër për një paralele maqedonase. Për këtë arsye, kërkojmë nga institucionet kompetente që të shqyrtojnë me seriozitet situatën e krijuar, ankesat e prindërve, kriteret e regjistrimit dhe mbylljen e paraleles në gjuhën shqipe. Njëkohësisht, kërkojmë që shkolla fillore Petar Zdravkovski Penko t'i pranoj edhe shqyrtoj edhe një herë të gjitha kërkesat e refuzuara për regjistrimin e nxënësve dhe të rikthehet paralelja e mbyllur në gjuhën shqipe. Ne nuk kërkojmë privilegj, kërkojmë barazi, të njëjtat mundësi për çdo fëmijë. Shqetësimi i prindërve është shqetësimi gjithë neve. Çdo fëmijë ka të drejtën e arsimit, asnjë fëmijë nuk duhet të ndihet i refuzuar apo i diskriminuar. Asnjë fëmijë nuk duhet të mbetet jashtë dyerve të shkollës për shkak të standardeve të dyfishta.